Thank you to everyone that Faleminderit të gjithëve has come here from që kanë ardhur këtu countries and nga vende destinations, and dhe thank you to destinacione të everyone that is tjera dhe faleminderit të gjithëve atyre që janë këtu që përfaqësojnë komunitetin shqiptar të sipërmarrësve. I want to make sure that everyone Dua të sigurohem që knows that the dog that opened të this gjithë ta dinë që ai qeni që celi këtë seancë është i prodhuar në Shqipëri work of an amazing dhe është puna e një ekipi të jashtëzakonshëm të rinj shqiptar të talentuar që shpresoj do të bëjnë më shumë will be of great benefit for our dhe new military industry. do të jenë një përfitim mjaft i madh për fushën tonë, industrinë tonë ushtarake, kështu që faleminderit. Për të folur për këtë ngjarje, dua të citoj një mik të ndjerë, Famous Albanian writer, shkrimtar Mojko i Mzeqo, famshëm shqiptar, Mojko Mzeqo, in a work dedicated i cili në një to the vepër history of the church kushtuar of, historisë Labova of the Cross kishës e Labovës së Kryqit, është një kishë shumë e near bukur to Gjirokastra, pranë Gjirokastrës. wrote about the St. Mary Fair, Shkroi për panajirin e Shënmërisë, organized organizuar at that time aso kohë under the direct supervision në mbikëqyrjen e drejtë për drejtë Justinian. të Justinianit në shekullin e 6. One day before the fair, Një traveling ditë përpara merchants panajirit, would arrive from tregtarët Gjirokastra shtektues and mbërinin nga Gjirokastra, nga trading Libohova, handcrafts për të tregtuar and food zejet products at e the place prodhimet e tyre known ushqimore as Lëmi i Vallëve. në një vend që njihej si Lëmi i Vallëve. The Blerësit, 10,000 pilgrims 10-12.000 pelegrinët spent 3 nights of prayer që inside kalonin the church. 3 net lutjeje brenda kishës. And later on, the fairs have always become a Më way vonë to panajiret tell kanë qenë stories. gjithmonë një mënyrë për të rrëfyer It was histori in this very same place në where po të njëjtin the first vend. fair after the fall of the communist regime Panajeri i parë pas rënjes së regjimit komunist u çel Fiera de Levante. of the 30s was Në zanafill të viteve this 30 but ishte koha it needed then prej nga more than nisi 50 kjo years lidhje, to have it back. por u deshën 50 vjet që të kthehej sërish. During the very first fair of Levante, Gjatë panajirit të parë fare të Levantes në vitet 30, Shqipëria rregej të hidhej të histe në tregun e turizmit, banjat e veta termale dhe pak produktet veta ushqimore dhe tekstile. in the renewed fair of Levante, Në we panajirin e sprasm, pra, të qelur sërish të Levantes, pam të niste një histori e re, që zuri fill me një krah lirpune, duke qenë se varfëria ishte avantazh për të tërhequr të huajt që kërkonin vende ku të mund t'jashtë kontraktonin aktivitetet e veta, kështu që ky vend u bë hapësira ku moria prej Valentinove, Dolce Gabbanave e të tjerë gjetën parajsen e tyre mjaft fitim prurse të krahut shumë të lirë të punës, fal grave të jashtëzakonshme të përkushtuara. Albania entered in a new phase Por më pas Shqipëria hyri në një fazë të re, by mystery box fairs. ndjekur nga panajiret e kutive të misterit, gati të eksplorohej si një premtim eksotik. E ja ku vim sot. Në një epokë ndryshe, në një gjenerat sipërmarrjeje ndryshe, një kohë ndryshe për ne, po aq sa që është për botën. Dhe në fakt, gjoja më e mirë është që sot Shqipëria reflekton kohën e botës. Dhe ndërkohë,
vetëm pak javë më parë, panajiri botror në Berlin na tregon që Shqipëria nuk është më një tokë e premtuar për një të nesërmë më të mirë, por një vend të cilin të gjithë duhet ta shohin e ku të gjithë duhet të hidhen të bëjnë sikur nuk ka të nesërme. Gati të mirpresim, gati të ofrojmë, gati të ndërtojmë ekosisteme që përshtaten me nevojat e sipërmarrëse, gati të lidhim bizneset, njerëzit, ambicjet. Matchmaker nisi si histori suksesi, ti personi e individi të shkëlqyer dhe ambicios që drejton agjencinë AIDA dhe dua ta falenderoj atë dhe ekipin e saj që e kanë çuar në një nivel tjetër këtë agjenci. Megjithatë, vlen të thuhet që mund ta bëjnë sepse kanë shumë gjëra për të treguar. Sot është më e lehtë se çka qenë për të bërë që njerëzit të vinë dhe të kthehen në Shqipëri. Ky panajër ka 4 fusha që reflektojnë në fakt thelbin e ndryshimit që modeli ynë ekonomik ka sjell. Së pari, sigurisht, është turizmi dhe projektet moderne urbane. Nga një vend i turizmit aventurës, për vetëm 1 apo 2 muaj në vit, dhe për një numër të kufizuar njerëzish, Shqipëria është tashmë një vend ku po ndodhin disa prej ndryshimeve më të mëdha, jo vetëm në kuptimin e shifrave, por në kuptimin e një portofoli shumë të larmishëm mundësish, që shkon nga turistët individual, cilve ju pëlqen të humbin në majat e maleve, te grupet e mëdha të turistëve që duan të vinë të eksplorojnë kryeqytetin ton, bregdetin ton, luginat, liçenet, bujqësinë, agroturizmin ton e kështu me radhë. Kështu që ky është vendi, pa asnjë dyshim. Dhe shohim, jemi shumë të lumtur të shohim që jo vetëm ambicia jonë, por edhe ambicia e atyre që kthejnë syt nga Shqipëria si tokë mundësish, po rritet dita ditës. Po përgatitemi që të prezantojmë disa investime shumë të mëdha, të cilat janë në gamën e miliardave dhe synojmë të promovojmë jo vetëm destinacionet turistike të Shqipërisë, por një turizëm të një profili tjetër, të një cilësie tjetër, të një niveli tjetër të të kuptuarit e të të kujdesurit për qëndrueshmërinë. Shtylla e dytë është bujqësia inteligjente, që shfaqet a duket ende si një fushë sfiduese, por ku po ndodhin shumë gjëra, e ku shumë produkte prodhuar në Shqipëri po zhvillohen me shpejtësi mjaft të madhe. Prodhimet shqiptare tani më mbrin në tryezat e rreth 100 vendeve në mbar botën. Dhe ne besojmë fort se objektivi ynë për t'i çuar eksportet e këtij vendi të vogël në 1 miliard euro është brenda mundësisë tonë. E treta janë horizontet digjitale, teknologjia, inteligjenca artificiale, siguria kibernetike, ekonomia digjitale, dhe jemi shumë krenar që jemi vendi i parë që i ka lënë hapësirë edhe në qeveri një ministreje të inteligjencës artificiale. Dhe po e thënë shumë mirë me qëra fjala, dhe po bëhet gati të kthehet sërish në vëmendje me ca lajme të jetë mira. Jemi mjaft betishëm që digitalizimi për ne përfaqëson bekim si për shumë vende që janë në zhvillim, sepse është një mundësi unike
për të kapërcyer përpara dhe për të mbyllur brenda një kohe shumë të shkurtër hendeqe historike që tjetërsoj nuk do të mund të mbylleshin në gamën e një brezi apo në afatin kohor të një brezi apo dy. Së fundin rreth, por jo nga rëndësia, pak energjia. Nga një sektor i cili për një kohë kaq të gjatë lidhej me kufizimet, me paqëndrueshmërinë, me varësinë nga kushtet natyrore, është bërë tashmë sektor që lidhet me diversifikimin, me vizionin afatgjat, me inovacionin. Ashtu siç e përmendi ministri, ne me shumë krenari po diversifikojmë portofolin e prodhimit të energjisë dhe në mënyrë të qëndrueshme po ecim drejt objektivit të madh, ambicioz të sovranitetit të plot. Në një kohë, për të arritur një kohë një të ardhme ku asgjë të mos jetë e paparashikueshme, kështu që ne besojmë që Shqipëria deri në fund kësaj dekade pra të jetë sovrane dhe që të siguroj energjinë e vet në mënyrë sovrane dhe pagjejeni në mënyrë të ripërtëritshme. Kur njerëzit flasin për Shqipërinë, në fakt bien pre ndonjëherë lehtësisht e disa stereotipeve si korrupsioni, krimi organizuar, e kështu me radhë. Po kjo nuk është Shqipëria. Ne nuk kemi më shumë korrupsion se çdo kusht tjetër dhe jo më shumë krim të organizuar se çdo kusht tjetër. Dhe nuk do të përmend këtu portet në Europë, duke e nisur nga Yni, por duke shkuar te ca më të mëdhenj, nuk do të përmend në fakt, po themi xhirot apo qarkullimin e drogës në Europë, nuk do të përmend sasitë, rrjetet, trafikantët në Europë, nuk do të bëj asnjë lloj krahasimi. Kjo nuk do të thotë se jemi më të mirë se të gjithë, por për gjithëkënd që thotë se jemi më të këqij, i them, shihni veten. Dhe le të bëjmë punën tonë, e le të bëjmë më të mirë. Dhe ne po e bëjmë, e po bëhemi çdo ditë më të mirë. Sot, si dëshmi i ndryshimi, kemi ecur nga një vend me pak muaj turizmi, me pak milion turist, 300-400 milion investimet huaja të drejtë për drejta, në një vend me shumë më tepër muaj turizmi, me 12 milion turist dhe me 1.6 miliard investimet huaja drejt për drejta në vit. Nuk më duket si një vend që po vuan nga korrupsioni dhe nga krimi organizuar. Më duket si një vend i cili po e lë pas korrupsionin dhe krimin organizuar, dhe ky është fakt. I would very happily make here secret votes. Në fakt, do t'isha shumë i lumtur në qoftë se do të bëj një votim i fshehtë këtu. Në fakt, e di që është e pamundur, por do ta bëja. Do doja votën e fshehtë për të gjithë, nga të gjithë ata investues huaj që vinë, që punojnë për Shqipëri apo që punojnë me Shqipërinë. Dhe do të përfshija një pyetje mjaft të thjeshtë. A keni pasur eksperiencë korrupsioni? Dhe unë synoj të marrë 98% jo. Pra, ne do të synojmë të arrijmë 100%, por të gjithë ata që këndojnë këtë refren çdo ditë e përsëri duhet të ndalen, ju lutem. Në përmbyllje, dua të them se në 1935
Revista of one of the Minerva, first women publishers e një prej grave të para botuese, që quhej Iqbale Çika, jo lehtë për të shqiptuar, por shumë i bukur tingëlluar në shqip. Botoi me krenari stendat shqiptare në panairin e Levantes, Tierra de Levante, përmes një reportazhi të veçantë drejt për drejt nga Bari. Në themel të po themi ofensivës karizmatike të Shqipërisë ishte një foto bardhëzi të rakisë bërë në shtëpi dhe në fakt mendoj që ishte një strategji e shkëlqyer për të përdorur paksa alkool, paksa një prezantim emocional për të ftuar italianët nga bregu tjetër i Adriatikut që të vinin të deshin më lehtësisht se sa me verën e tyre të mrekullueshme. Sot në stendën takohu me qeverinë, nuk do gjeni vetëm raki, po do gjeni pak raki. Edhe pse nuk është më e nevojshme për t'ju dhënë entuziazëm kur vini në Shqipëri, provojeni. Do t'ju bëj që Shqipëria t'ju duket edhe më e mirë. Por efekti i më i madh apo më i shkëlqyer i saj është që do t'i sjellë të gjithë në qejf të mos vuajnë artificialisht për këtë problemin tonë, për korrupsionin dhe krimin organizuar. Ka shumë për të thënë sot, por do të ndalem këtu duke qenë se fjala ime tashmë ishte e gjatë, krahasuar ose më them në përputhje me zakonin tim, ne dua të falenderoj të gjithë ata që kanë ardhur këtu. Ka disa njerëz këtu që nuk do të ishin të pranishëm jo shumë vite më parë, sepse Shqipëria për ta do të ishte një rrezik i madh. Dhe dua të përmend veçanërisht disa persona të cilët i respektoj pafund për kapacitetin që kanë për të studiuar e këshurur me kujdes për durimin e tyre për të hartuar strategji, për kujdesin e tyre unik, natyrisht që vinë nga Gjermania. Njerëzit e Lidl që janë këtu po punojnë me ne dhe shpejt do të çelin mjedisin e tyre të parë, objektin e tyre të parë dhe ashtu siç më thot dikush, kur vinë gjermanët, atëherë vërtet je në një nivel tjetër, kështu që faleminderit shumë. We officially declare the event open.